Gjermania, unë e kum thonë edhe në javën e kaluar në podcast që nuk bën mua në vlerësu, edhe shumë mirë që nuk jeni me atë petkun në mesin e 3 favoritëve. Ja, edhe këta që ma qetë janë bak. E një Gjermani që sado që e pati kundërshtar dopt, na e dim që në futboll shumë vështira mi dhon 7 golla. Tregoj që nëse ka raste të ndeshkon, ka lojtar si Kai Havertz që shënoi edhe në finalet të Ligës Kampionëve që din me dhon gol. Ka edhe lojtar tjerë në krah, në mesfush, mbrojtje, një ekip të komponuar, edhe po besoj që kombinimi që e ka bot përvojë, si ka 3-4 futbollistë me përvojë të mëdha, si portierin Port, Kimmich, Rudiger, po edhe Havertz deri diku. Goretzka po në rezervë me lojtar të ri si Musiala, Havertz, Pavlović, edhe njëri për mbrojtësve, edhe Schlotterbeck, që është relativisht i ri, domethënë ka arrit me bo një ekip shumë të komponu mirë, shumë të bashkuar, edhe një ekip që nëse veç që nuk friksohen, po them edhe pse Gjerman nuk friksohen, por nëse nuk i bjen një kundërshtar që mund me hi me frikë, domethënë mund të poshtë secilën, edhe ekipet që janë më favoritë si Franca, Spanja ose edhe Anglia.